Si të ka ndryshuar ty si mami, Emel? Si mami, të ka bërë më të kujdesshme, apo je më e brisht, më vulnerabël me fëmijët, pas asaj që ti ke përjetuar? Që se përpara, në mendet tona ki ato rregullat që do rris fëmijën kështu, se do rris me këto rregulla, me këto gjana dhe deri një farë mënyre të kanë funksionu deri atë ditë, më thonë. Të dy si Irina dhe Omeri kanë shumë fëmijë qetë, një gjushëm, të më thonë shumë të lehtë për me i rrit. Të dy për tyne. Edhe momentin kur të nollkja, e shef që fëmija ta shef ndryshimin që të kupton shumë kollaj, shumë shpejt, domethënë, se si ke ndryshu. Të kupton se sa i dupsu nda gjana që më përpara, që se johi ishte ja, Irini për shembull sa të kupton që johi nuk po e tha 2 herë e din që apo.